Realisht unë kam përfituar fillimisht në familje, nga babai. Babai ka lexuar literaturën shqipe të përkthyer para regjimit komunist, dhe këtu është edhe rasti të vlerësoj veprën e hoxhallarëve të nderuar si Ibrahim Dalliu dhe të tjerë, Hafiz Ali Korça, Hafiz Ibrahim Dalliu, po domethënë këto dy dietarë të veprave të përkthyera, të cilët janë nisën herët përkthimit në Shqip. Ndërkohë që ka pas edhe zëra që nuk e shikonin shumë të arsyeshme të çështjen e përkthimit, por ata arritën ta kapnin situatën. Domethënë ecën me ritmin e kohës dhe përkthyen libra. Babai s'ka njohur arabishtën, as turqishtën, as osmanlishten, por ka lexuar këto libra, ka lexuar mirë dhe na ka edukuar me formim fetar. Ajkën në Kur'anit. Po, këtë librin Udha Muhamedane që flet për sunetin, për pasimin e sunetit, flet për kundër bidateve, domethënë kjo e ka shpëtuar babain edhe nga sektet e devijimit e bidateve shumë të sillen. Pra duhet të them që domethënë nisma për rikthim në sunet, për ringjallërimin e fesë, pastrimin ka filluar që para regjimit komunist. Unë kam gjetur citate, domethënë librat që kanë përkthyer dietarët më përpara. Pastaj kemi pas kontakt me hoxhallar, predikues thirrjes të Islamit që erdhën këtu në vendin tonë nga vendet arabe. Allahu i ruajtë dhe nderoft, dhe kjo tregon rëndësinë e thirrjes në rrugën e Zotit subhanahu wa taala. Domethënë lanë vendin, erdhën, u përpoqën, sakrifikuan që të përhapin dritën e Zotit, dijen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj kam studiuar 4 vite në Damask, aty kam pas mundësinë të takohem me dietarë, domethënë një numër dietarësh, spikat Sheikh Abdul Qadir Arnauti, Allahu më shëroft, të cili e kam takuar shpesh, kam prezantuar rregullisht në Xhamin el Muhammedi, ku kam dëgjuar hutbet e tij. E ke takuar kur ai ligjëronte? U kam dëgjuar hutbet e tij, e kam vizituar në shtëpi, shpesh herë boja, domethënë një listë pyetjesh, dhe shkoja e pyesja shejkhun. Kam prezantuar edhe mësimin e tij në Hayul Qadam, domethënë shpjegonte librin Riyadus Salihin, po. Më pas, domethënë, kam takuar një numër dietarësh në Arabinë Saudite. Faktikisht unë kam marrë mësime në Riyadh, por edhe në Mekë